Në 80 vjetorin e Vaçe Zelës, për herë të parë vjen në një rrëfim ekskluziv në Suare, bashkëshorti dhe vajza e saj, kujtime të rëndësishme apo histori të vogla që shënjuan jetën e këngëtares më të madhe që Shqipëria kishte në ato vite. Ajo ishte dhe ngeli gjëja më e shenjtë dhe me qënë se pyetët për traditën, tradita tek ne që nga ajo ditë ishte e tillë që unë në darkë kacavirresha në majtë të Tarracës, që t'ja vendosja natën kur ajo ishte në gjumë flamurin, që kur të hapte sytë të nesërmen e para gjë që do shifte të fillonte me flamurin. Unë kam njoftë thjesht duke lujt i loj bilarda. Një kohë që unë edhe sot të këthe ditë, s'ditë kem lujt në herë bilarda. Vaçja, si që këngëtare e madhe, ishte dhe shumë e zgjuar. Unë deri vonë fare, kam pas bezdiku, më thoni, ky është buri Vaçe. Miqt dhe bashkëpunëtorët e saj më të afërt janë mbledhur në një suare ndryshe për të folur edhe zërit të saj të magjishëm, por edhe vetë Vaçen, me gjithë veçantinë e saj si artiste. Edhe po shifsha si zot pranverët, kështu, ta nuk do ta bëjmë thërë. Pse i thash, nuk ma lejoj. Në moshën 45 vjeçare të nxirrnin në pension. Dhe ajo ka qenë dita kur nuk e egzageroj t'ju them kur ajo është smur. Kësaj here do të keni mundësinë që nëpërmjet rrëfimeve të tyre të njihni një Vaçe që nuk e kishit njohur më parë, me sukseset e këtushme apo vitet e saj në Zvicër. Të mërkurën në orën 22, një suare me emocionet e ralla për ditëlindjen e Vaçe Zelës në Top Channel.